U kthyem në studio, tash është momenti të bashkëbisedojmë me kolegun tonë Mendim Rugova, të shohim se si të ta kemi motin gjatë kësaj jave, nëse pritet të kemi ngritje të temperaturave. Mirëmëngjesi Mendim. Mirëmëngjesi Jos. Si je? Mirë, faleminderit Jos, mirë. Po qa motis që kemi po? Po bashkë, që një dy emisione për nduket. Po, që shepate vikende? Mirë, kër vikend ke pak maj mirë krasëm ditën e premte që shepatëm tamon një dimër që ardhë për një moment që për shkallëzuja gjendje, do të të edhe me ato të rejshënat si të shirë, po kërësisht të burës në përvisë maluar, ma dje tamon edhe si ishte parashiku do të të mbishtë në në apote edhe ishe burë, ma dhe i dikur pak ma burë edhe në sharë, po më duket ka goloku nuk ka posë edhe bashkë ishte të burës, me qenë se temperaturat ka mbet nalta edhe gjatë mbromjes ditës premte. Parashia me ra dhe në 3-5 gradë Celsius, po kërësisht 5-8 gradë Celsius ka qenë temperaturat gjatë ditës, kështu që mirë për prapë se prapë temperaturat ka gjatë pësu një romja pej 22-24 gradë Celsius tajten, me ra dhe një 7-8 ditën e premte ka gjatë një ndryshim i malë. Po për vikend më dhe ke moti ka gjaj mirë, edhe për shkrim në slajdin e parë regjia nëse mundet me nalëshu pak një pomja ditës djeshme prej në vëbërdës do të komunës ose artamës që shpequjnë në disa raste, bashkë të pomja kakaloja, i kemi pas të tamam një sistem vranësinave që janë vranësina që kryesisht janë parasitën me më të mirë, do të nuk ka rrezik për tyne që mu zhvillu për me njëherë këto kumulusat, rrët kumulusat për njëherë mu zhvillu në kumulu një mbusa rrët që janë që zakonisht asociuan me shi edhe me shkarkim me rrufesh. Pamje Windowsit. Po bashkë një pamje Windowsit bashkë mirë Josit. Edhe të taman ka pas një periudhë mirë, edhe dje temperaturat sërish u afru në ofër 20 gradë Celsius dhe në 18-20 gradë në përpjesë të venit, po në qatë kësa jave ta shëshuim se prapë nuk po pritet një stabilizim i motit. S'pak në deri në fund majit do ta kemi ndryshushëm situatën, po temperaturat i kemi tash i pak më të nalta në krahasim me qatë ditën e premte që zbritën temperaturat kogja shumë. Në pjesë tjera të botës vlerë me përmen pak ditën e shtunë lindjen e afërme janë shënu kogja temperaturat nalta. Madje në aeroportin e Tel Avivit në Ben Gurion ka arrit temperatura dhe 21 gradë Celsius, që janë pak temperatura kogja si të hershme që shfaqen në atë pjesë botës. Në Shtetet e Bashkuara i patëm atë një stuhi, do të thotë me tornado që patë edhe shumë viktima, do të thotë më duket me mbi 20 viktima janë shënu, kështu që kogja një farmoti i ndryshushëm në përbotë, po i kemi edhe pa tjetër që ndoshta këtu këtë janë edhe shkaku i ati një ndryshime klimatike që i kemi këtu farë ekstremitetet, do të thotë ka që nalta edhe shumë ma herët, do të thotë se në krahasim për mesatorëve. Kër jemi të mesatorët, për shkrim të slajdi tjetër, të shohim mesatorët për 4 mujurin e parë, do të thotë janar-prill në Prishtinë. Me qenë se edhe gjatë kësaj jave do t'i shohim dhe analiza pak ma detajisht, po shihet që do të thotë për kjo periudhë janar-prill, 4 mujore i parë i këtij viti, është për 1.8 gradë Celsius më i lartë pi vlera mesatare, do të thotë prapë temperaturat janë të larta, edhe pse ka një rrëmje, sidomos për vitit kalum që ka qenë më ngrohta me periudhë me 3.8 gradë Celsius, i kemi për 2 gradë Celsius temperaturat ma tulta këtë herë. Dhe sa vlenë me përmenë edhe 2007 që ka qenë për 3.3 gradë Celsius edhe për 3.2 në vitin 2016. A për nyshe këto periudat ma të ftafta, këtë për mesin mrapa, do të thotë për vitëve të 90-ta e të poshtë në deri mas luftës 2 botënore, minus 2.9 kemi në vitin 1954 edhe 85 minus 2.6, dhe sa rishtas kemi minus 1.1 gradë Celsius në 2012, kur kja i dimri pak ma i fuqishëm me ma shumë rishë burë dhe me temperatura ma tulta. Shkrim të slajdi tjetër të shojmë këto periudat gjatë këtij viti, do thotë temperaturat për janar, 2 mujore në janar shkurt
janar-mars edhe janar-prill. 2.5 është temperatura që është regjistru vitin e kalum në aeroportin e Prishtinës, që është tashti viti me temperaturën më të lartë në Prishtinë, që ka pas një shmangje për 2.5 gradë Celsius për atyre mesatare në 1981-2010. Do thot vetëm janari ka pas pak temperaturën më të lartë 2.5 gradë Celsius, mandej janar shkurt ka pas pak një rrëmje, edhe janar-mars sërish shkon pak me një rritje deri në 2 gradë Celsius, po shkaku i prillit që ishte pak më i ftoftë, jo pash më i ftoftë, po spakru më afër vlera mesatare, do thotë ky trend ka rrotë tash 1.8 gradë Celsius. Në bazë kësaj na përshqiet që ndoshta nuk duket që mundet më qenë ky vit tepër i ngrohtë, ndoshta si viti 2024, po sipas gjitha gjasa ndoshta në top 5 që mundet me mbet tash për temperaturave. Po të shohim do të më thënë se edhe muaji pak që i patëm në do periudha pak më të ftohtë, të shohim tash 5 muaj juli mandej që shkojnë në merr. Shkojmë në nivel vendi, të slajdi tjetër, në nivel vendi të shohim do të këtë periudhë janar-prill, kjo po rraditet si e teta më ngrohta për viteve 1979, edhe këtu do të thotë është 1.6 gradë Celsius ajo shmangja për vlera mesatare. Në 3.2 ka qenë do të vitin e kalum, derisa më e ftofta po mbetet këtë viteve të 80-ta, këtu do të 1985 me minus 2.8 gradë Celsius. Rishtas edhe këtu e kemi vitin 2012 si periudhën më të ftoftë që kemi pas që kemi regjistru, po në nivel vendet janë edhe në 2021 në 2022 se spakët lehtazi kanë qenë pak më të ftofta do të për vlera mesatare. Vlen me përmend që 2014 është në vendin e dytë pas asaj në vitit kalum që ka pas plus 3.2, 2014 ka qenë plus 2.9 dhe plus 2.8 në 2016. Shkojmë të slajdi i arshëm për treshëna, të shkojmë situatën që përqendrojmë me treshëna, për treshëna kemi ma pak treshëna, do thot edhe si vjetë, po jo në krahasim sikur vitin e kalum në këta 4 muaj të parë ka qenë një periudhë pak më e thotë, edhe për 66 mm më pak, derisa si vjetë kemi rreth 30 mm më pak treshëna, e para 2 viteve ka qenë më e laksh, do thotë kjo periudhë me plus 50 mm, e patjetër në vendin e parë është e 2021 me 177 mm bivlerat mesatare, shkaku i aty në rreshjeve të mëdha që i patëm atëherë në janar 2021 që vërshum pjesë të mëdha të vendit. Mandej vendi dytë është e 2010-s, derisa më e thata është e vitit 2011 për 115 mm më pak treshën. Këtu përshqiet që treshënat më të pakta, do të thotë ato ekstremet më të thata i kemi kryesisht viteve 80-ta deri në 2000-tat, edhe për ato trendin linear pak e ka një rritje spaku për një 20 mm është në vlera më të lakshta shkaku i këtyne ekstremiteteve që po më të lakshta që i kemi sidomos dekadën e 2010-tave që po duken që ka pas më shumë treshën, apo sidomos 2021-tën. Okej, shkojmë për gjatë kësaj jave të shkojmë tash trendet fushat barike, do të thotë qysh po pritet me shku situata sinoptike. Po shihet që do të jetë kontinenti më i dominuar këtë herë prej fushave të presionit të ulët, që do të thotë këtu na sjellin një atfar jo stabilitetin, e kemi një shtjella ciklonike që kalojnë kryesisht fillimisht ndoshta prej Atlantikut më shumë pjesë veriore që mbesin mandej më pak sa më të bllokuar rreth Baltikut, po i kemi edhe shtjella dytësore që po kalojnë ka mesdheu që këto dytësoret mundën me na sjell mandej një mot më jo stabil mbi vendin tonë, po çka është një pozitivitet vjos që me rëndësi që rryma pak më të ngrohta po rrjedhin, kështu që temperaturat i mbon pak më të larta. Mirë po, në bazë disa modeleve fundjava mandej po duket pak ose për premtës ose për shtunës, ka gjasa masën e me rrjedh pa sërish masa pak më të ftohta ajrore prej veriut kontinentit, edhe ndoshta me i zbrit prap temperaturat gjatë fundjavë.
Në ndërkohë, fushat anticiklonike të presionit rritën po mesin këtë ma shumë rreth isheve britanik, kështu që në këtë javë e kemi kryesisht fushat ciklonike që do të dominojnë kontinentin evropian, edhe këto në sjellin mandej edhe më të pasqëndrueshëm ditëve tashme. Shkojmë te slajdi tjetër që shohim më detajisht do të tash situatën. Pra për ditën e sotme, pas ditës gjashme që e patëm pak mbutën më të mirë, ditën e sotme sërish pritet më t'jo stabil. Do thotë, okej, mirë kemi tash për momentin mëngjesi është me diell, edhe temperaturat kanë zbrit dikun deri në 7 apo 10 gradë Celsius, por gjatë ditës pritet me arrit deri 20 gradë Celsius. 20 deri 22 gradë Celsius i kemi temperaturat maksimale. Ditën e sotme, po kryesisht orëve të pasdites, ose eventualisht edhe orëve të mbrëmjes, në pjesë të vendit duhet me prit zhvillimet vranësinave, mandej edhe rrebeshe, bubullima pritet me pas në pjesë të vendit. Ndoshta jo fort stuhishme që munden me bë probleme dikun, po duket edhe në bazë sinjaleve të rresheve që ka me pas aty këtu rreshe pak më të shumta. Për ditën e martë po parashit me pas më shumë diell, mirë po prapë mbetet jo stabil situata. Kryesisht rrëdhëvise malore ndoshta mundem me pas ma vonë ndonjë rig shiu, po temperaturat janë pak më të larta. Ditën e nesërme madje edhe deri 23 deri 25 gradë Celsius i kemi temperaturat më të larta. Të mërkurën mandej sërish po mbetet pak jo stabil situata me mundësi për zhvillime të rrebesheve orëve të pasdites. Po temperaturat janë 22 deri 24 apo 25 gradë Celsius. Rreshe shiu kemi mandej edhe ditën e enjte kryesisht orëve të pasdites. Ndërsa të premten, po duket është të mundshme situata me qenë me pas pak më shumë intervale me diell, po ndoshta ju edhe rreshet me qenë përhapura, ndoshta më shumë rreth ndonjë rig rrëdhëvise malore. Sa i përket ernave, po shihet se do të thotë që shëpo më në hartë ernat jugperëndimore kanë me dominu, edhe për shkaku i këtyre ernave jugperëndimore edhe po pritet tash me pas në rrjedhje do të masa më të ngrohta ajrore që pimbojnë temperaturat s'pakun afër mesatarëve, do thotë kemi temperaturat afër mesatarëve për këtë periudhë kohore, kështu që nuk janë tepër të ulta, edhe minimalet po pritet me shënu rritje për rreth këtyre vlerave mesatare. E mandej për fundjavë po pritet kjo rrëmje e temperaturave, megjithëse për momentin nuk duket rrëmje shumë e madhe për mesatarëve, dikun 17 gradë Celsius po parashihen me zbrit temperaturat, edhe pse në disa modele ka gjasa që ndoshta me zbrit edhe këtë pranë 10 gradë Celsius apo edhe 19 gradë Celsius, po ato janë ende pak besueshmëria nuk është tepër e lartë të to, kështu që për momentin i kemi këtu temperatura për 17 gradë Celsius. Gjithashtu edhe treshënat duket që do të jenë më të larta, mirë po rrjedha e ernave ndryshon drejtimin. Do thotë këtë herë i kemi ernat veriore që përmenda do thotë atë rastin që me siguri masa më të ftohta ajrore kanë me zbrit për veriut, edhe me këto erna veriore depërtojnë këto masa më të ftohta, që do të edhe frynë erma veriore në të shumë në diellin, po edhe treshënat janë pak më të shumta. Tu shku gjatë javës sashme, pra gati se ditëve të fundit të muajit maj, po mbetet ende periudhë jo stabile. Do thotë kryesisht orëve të pasdites duhet me prit ato mundësi për me pas zhvillime të rrebeshëve të bubullima, po s'pakut temperaturat po duket që morrin një trend të rritjes rreth mesatarëve gjatë javës sashme. Kështu që në përgjithësi deri në fund muajit me siguri që po na përcjell një më jo stabil, ku pas ku me treshëna, po patjetër që nuk do të mungojnë edhe intervalet me diell. Mirë po gjithmonë orëve të pasdites duhet me llogaritë që ndoshta aty këtu mundet me pas ndonjë rrebesh me bubullima. Shkojmë te cilësia e ajrit, të shohim cilësinë e ajrit që kemi këtë ditë. Përgjithësi do thotë ajri është i pastër, vlerat e indeksit janë kryesisht vlerat të mira dhe të pranueshme. Pas ditën e mërkurë, me qenë se kemi këtë rrjedhë të ernave prej jugut, atëherë me siguri që edhe pluhur sa janë
prej ditës mërkurën, ndoshta vjus, ka me pos mbi rajon, ka me dëpërtu prap pluhur i Sarjan, kështu që veturat prap mundu me po me pluhën. Po janë vlerat jo shumë të nalta njëherë, për momentin po të shohim qysh po evoluon atmosfera deri në atë periudhë, po do të thotë kryesisht indeksi po mbetet në vlera të mira edhe të pranueshme. Kjo është në atë pasqyrën e përgjithshme, do të thotë tash aty këtu nëse mundet me pas ndaj fabrike vogël, nëse lëshon ndaj tym pak ma të zi, nuk do me thonë që krejt në Kosovë në kanë duhet ajo, po se i shohim shpesh do raportime, ja si po ndohet të ambienti, vetëm se shihet një tymtar dikun të dalë tym, po në përgjithësi do të thotë është indeksi në vlera të pranueshme. Shkojmë të shohim trendet stinore tashte, të llogaritur nga prej shërbimit për ndryshime klimatike Kopernikus, kur do të thotë mirën parasysh s'disa modelet ndryshme si evropiane, si amerikane, si aziatike, për me na jep një pasqyrë që si do t'jenë temperaturat gjatë mujve vijus. Shohim mas pari për mujin qershor, edhe muji qershor do të të bazë të modeleve, sikur të ato që i po me javën e kaluar të qendrës për parashikime afatmesme, kontinenti evropian po duket më i ngrohtë spakto për ne deri në 2 gradë Celsius mi pas temperaturat gjatë qershorit. Kryesisht do të thotë pjesa qendrore edhe lindore e kontinentit mi pas ato temperatura, edhe po shihet edhe për rreth vendit tonë do të thotë janë temperaturat më të ulta, derisa Iberia po duket që mi pas pak më të ulta temperaturat, Spanja, Portugalia, pro. Me treshën apo shihet që kryesisht ka më qenë më kontinenti më i dominuar për anticikloneve, sidomos pjesa qendrore lindore, nga se rishët do t'jenë më të pakta, do të thotë, edhe mbi vendin tonë po duket të mundshme rishët me qenë më të pakta, do të thotë gjatë mujit qershor, derisa pak më të shumta po mbesin kryesisht rreth hishëve britanik edhe skandinavis, po ndoshta edhe pjesa perëndimore e kontinentit me pas pak më shumë treshën as pak për rreth vlerave mesatare. Pra, qershori po mbetet i ngrohtë, por i thotë me sa i përket treshëve. Shkojmë te Korriku, të shohim situatën gjatë mujit korrekt, nuk ka ndonjë dallim të madh te shtrira e izotermeve, do të thotë këtyre temperaturave të ulta, prapë i kemi për 1 deri në 2 gradë Celsius temperaturat më të ulta. Mirë, po janë disa sinjale që nga pjesë më lindore, do të thotë pjesë rreth Ukrainës, në ajo pjesë mundet mi pas temperaturat edhe për 2 gradë Celsius më të ulta, që do të thotë me siguri ndoshta në atë pjesë mund të shohim një koncentrim më shumë të fushave të presionit të lartë, të atij saqit nxehtësisë, do të thotë që mundet ajo pjesë me qenë më e nxehtë, po ndoshta ai nxehtë mandej mundet me dëpërtu edhe mbi rajonin tonë, kështu që patjetër që duhet me prit gjatë korrikut temperatura pak më të larta, me siguri edhe mbi 35 gradë Celsius. Mirë, po treshënat duket që do të jenë shumë më të mangëta, do të thotë pjesën më të madhe të kontinentit evropian. Tash tu e përfshi edhe pjesë qendrore që do të thotë anticikloni me siguri që ka me përfshi një pjesë më të madhe të kontinentit, ndoshta pjesë lindore, mesdhëut lindor mundën me pas ndaj bllokad ndonjë sistemi ciklonik që mundet ndoshta akoma me pru treshëna ose spakte edhe zhvillime të rreveshëve rreth rajonit tonë, po në përgjithësi po duket që kontinenti më i thatë, por edhe temperaturat pak më të larta gjatë korrikut. Në fund, le të shohim edhe për tremujorin, mandej tremujorin prej gushtit deri në tetor, do të kalu prej gjatë mujve vjeshtor, regjia nëse mundet me shku të slajdi tjetër, të shohim do të thotë situatën, edhe këtu po mbeten do të thotë këtu temperatura më të larta pjesën më të madhe të kontinentit evropian, sidomos qëndruar pjesa lindore, derisa pjesë të mesdheu perëndimor prej Spanjës deri në Itali do të thotë ka temperaturat pak më të ulta, që me gjasë në atë pjesë ka me pas dëpërtime të cikloneve që mundet me pru ndoshta akoma s'kohe do një treshën, mirë, po prapë anomalitë e treshënave janë kogjatëse negative do të thotë në pjesën më të madhe të kontinentit evropian. Edhe pse rreth mesdheut qendror ka një farë boshlloko, do të thotë të kryer sinjale që me siguri ndoshta mundet me pas
s'pak të muji shtator me pas pak depërtime ciklone ma të shpeshta, qoftë nga Apeninet edhe mbi vendin tonë, me dhonë pak ma shumë treshëna, që me qenë rreth normale për këtë fare tremujori. Po përgjithësi, vjos vera po duket që do t'jetë e nxehtë, me temperatura pak ma t'nalta, ndoshta jo se kur vitin e kalum, tash sakt s'muj me ditë temperaturat, po me qenë se 35 shat jenë zakonshëm për Prishtina për rreth 35 edhe për mbi 35 gradë Celsius, me siguri që kemi pas temperaturat, po treshën po duket se do t'jenë ma t'pakta gjatë kësaj vere vijos. Kështu që për momentin ende po mbeten këtu sinjale, do të prej që kemi fillu do të me kalun mujt veror për shkurtit marsit, do të non-stop e kemi këtë fartrende që do të vera pak më nxehtë edhe më e thatë me qenë gjatë këtij viti. Gjithsesi edhe dimrin, stinën e dimrit po e kemi thatë, po kemi punë tash sa vite. Do të thotë edhe prej të periudhat 4 mujore, do të thotë prej fillimit vitit, që 2 vite kemi pak më të thata. Kështu që pak ma problem, po me rëndësi që maji po duket që do të ka me pas ma shumë treshëna, edhe me qenë se edhe treshënat ishin në ditën e premte kozat mirë, s'paktin e kanë afru ofër mesatarëve për muajin maj, tash të shojmë edhe në fund muajit sa po mund mua akumulu, mënyrë që për verë më ndajt me qenë pak ma të përgatitun. Ma pas ujë. Po shpresojmë. Mendem, falenderoj shumë për që ta i informatat që dhe sot gjitha për ne edhe për shikust, edhe po shpresojmë që shumë shpejt kemi me pas edhe një matë pak matë në gratë. Të shku tash ka vera, po. Me që se më shkojmë edhe drejt Stinës Zvenës, na duhet.